إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله falenderimet dhe lavdërimet I përkasin vetëm Allahu të madhëruar, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje prej Allahut, që të na ruaj nga të këqijat e vetvetes tonë dhe nga të këqijat e veprave tona, kë e udhëzon Allahu në rrugën e drejtë. Nuk ka kush që ta humb dhe kë e humb Allahu I madhëruar, nuk ka kush që ta udhëzoj dhe drejtoj përposë me lejen e Tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, as teqe, as tyrbe, as varr, as gjë tjetër përveç Allahut, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij sallallahu alaihi wasallam. O ju vëllezër musliman, o ju robër të Allahut, kijani frikën Allahut me një frikë të denjë dhe dijeni mirë se Allahu I madhëruar na ka begatu me shumë mirësi. Allahu I madhëruar na ka dhënë shumë begati. Allahu I madhëruar na ka dhënë begati që popujt më përpara nuk I kishin ëndëruar, e jo më të kishin pranë vetes tyre apo të jetonin në realitet. Prandaj falenderojeni Allahun dhe mos I mohoni mirësitë e Tij. Falenderojeni Allahun dhe mos I shpërdoroni mirësitë e Tij. Padyshim se o vëllezër, njerëzit sot janë të shkujdesur ndaj kësaj gjëje, e shpërdorojnë pasurinë e tyre, e shpërdorojnë ushqimin, e shpërdorojnë pijen, por Allahu I madhëruar nuk I do shpërdoruesit. Nëse Allahu të ka dhënë pasuri, nëse Allahu të ka dhënë begati, mos mendo se do ta kalosh lehtë. Jo, pasha Allahun, ditën e Kiametit do të pyetesh për çdo cent që e ke çu dëm. Allahu I madhëruar thot: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Dhe jepja hakun, thot Allah I madhëruar, jepja hakun ati që s'ka, jepja hakun të afërmit të tu, pa jepja tyre, jep sadakën e tyre, jepja ti miskinit të mjerit, dhe jepja ati që ka ngel në rrugë, edhe nëse ka pasuri, por ka ngel në rrugë, por momentin s'ka, jepi dhe ati, thot Allah I madhëruar, atë që I takon. Wala tubadhir tabdhira, dhe thot mos e tejkalo, mos e tepro, mos shpërdoro, sepse shpërdoruesit janë vëllezërit e shejtanit. Subhanallah, është e rëndë kjo fjalë, pasha Allahun, është fjalë Allahut, janë vëllezërit e shejtanit ata që shpërdorin, thot Allahu. Si që thot më mbrapa, wa kana shejtanu li rabbihi kafura, dhe shejtani ishte mosmirnjos dhe u bë jo besimtar ndaj Allahut. Pra nëse do t'jesh vëlla me shejtanit I bie që t'jesh jo besimtar, Allahu na ruaj. Prandaj duhet kemi kujdes o vëllezër se ku e çojmë pasurinë. Ibn Mes'udi, Allahu qoftë I kënaqur prej tij, një shok I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tha: në momentin që njeriu jep aty ku s'duhet ajo që është shpërdorim, në momentin që njeriu jep në diçka të kot apo në haram ajo që është shpërdorim, a në momentin që ai jep për hir të Allahut, kjo nuk quhet shpërdorim. Mujahidi, Allahu më shërof, thoshte: njeriu nëse jep në rrugt të Allahut, nëse jep në rrugë të drejtë, nëse jep aty ku duhet, e gjithë pasurinë, domethënë, të gjithë pasurinë nëse jep, nuk quhet shpërdorues. Por shpërdorues tha quhet ai njeriu I cili qoftë edhe nëse jep pak, 1 cent, por e jep në vendin jo duhur, pa e çon haram ose ja jep dikujt që nuk duhet me dhënë. Prandaj këtë ajet ta kuptojnë mirë. Nëse ti jep për shembull me miliona për hir të Allahut, me ndihmë dikën, nuk quhesh shpërdorues. Shpërdorues quhet ai që e çon në vend jo të duhur. Prandaj o vëllezër, të kemi kujdes ke kjo pjesa e shpërdorimit, domethënë kur japim, mos shpërdorojmë. Po ashtu lloji I dytë I shpërdorimit është kur ne shpërdorojmë në ushqim dhe në pije, e sa shumë sot shpërdorojmë vallahi. O vëllezër, njeriu sa I hahet, e jo të teproj. I keni parë për dasma,
apo edhe në përvarime, që në përvarime kanë dalë sot në kotë sot me bidate të tilla që nuk lejohet, shtrojnë dreka sikur po shtrojnë në një dasëm me lloj ushqimesh, vetëm pije që s'ka, që respektojnë gjëra për vdekur, se vallahi shumicën e ushqimeve i kedhe në për dasma, lloj, edhe kur vjen fundi ku i shojnë në për kosha plerash. Allahu na ruaj. Ky është përdorim o vëllezër. Edhe në për dasma nuk lejohet, po edhe në për darkë nëse thret dikën ke shtëpia, mos e tepro. Mjafton disa lloje ushqimesh. Jo, sillesh gjithë tregun në shtëpi. Subhanallahu el-azim. Duhet me pas kujdes o vëllezër, sepse kjo është haram shumë i madh. Është përdorim shumë i madh. Thot Allahu i madhëruar: "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, inna Allaha la yuhibbul musrifin." Thot hani dhe pini dhe mos e teproni, sepse Allahu nuk i do ata që teprojnë. Subhanallah, ke shtëpia jote, nuk mjafton që të hash një ushqim të vogël, por duhet me struk sofrën plot me mish e me lloj ushqimesh. Subhanallah, ç'është kjo? Kjo është nga mendilecia o vëllezër, pasha Allahun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Nuk ka mbushur robi i Allahut, biri i Ademit, en më të keqe se barkun e vet." E ka thujt en. E din ç'është en që mban gjëra brenda. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Nuk ka mbushur robi en më të keqe se sa barkun e vet." Birit Ademit, njeriut i mjaftojnë disa kafshata, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. I mjaftojnë disa kafshata sa me maj shpirtin gjallë. Por, thot pejgamberi, nëse i duhet hajt diçka më tepër, pra nuk është ngop, atëherë le ta lër 1/3 e stomakut për ushqim, 1/3 për pije, pra për ujë ose pije halal, ose thot edhe 1/3 për çfarë? Që të marr frymë. Disa vëllezër hajnë aq shumë dhe pinë aq shumë sa që thot, "Oh, s'po marr dot frymë", thot, "Plasa." Subhanallahu el-azim. Kjo është e tepruar pasha Allahun. Nuk duhet me tepru këto gjëra vëllezër. Se çata Allah nuk i do Allahu shpërdruesit. Çfarë do thonë mos me dash Allahu? Mos me dash Allahu do thot që ti je larg mëshirës së Tij, larg faljes së Tij, nëse nuk pendohesh tek Allahu te bareke ve teala. Dhe shumë mjek në vendet në botën islame, se mjekët jo besimtarëve nuk e kanë shumë qejf këtë pjesë. Por edhe disa prej tyre që janë sinqertë thonë, ama shumica e mjekëve që janë musliman të botës islame thonë, sikur ta kishin dëgjuar njerëzit këtë hadith pejgamberit që thot hani disa kafshata, e nëse doni më shumë atëherë 1/3 për ushqim, 1/3 për pije, e 1/3 për të marrë frymë, atëherë njerëzit nuk do të smureshin thot. Po pasha Allahun, prej ushqimit të tepërt vijnë shumë smundje. Edhe në këtë botë, po edhe në botën tjetër pastaj donime të dhëmshme, Allahu na ruajt. O vëllezër, prej shpërdorimeve që bëhen sot është ndërtimi i shtëpive të mëdhaja, luksoze, që nuk është nevojë me ndërtu aq, apo blerja e makinave të shtrenjta që nuk është nevoja, apo akoma më tepër me shtu edhe 2-ën, edhe 3-ën, edhe 4-ën. Allahu na ruaj. Ky është teprim. Prandaj Allahu i madhëruar i qortoi ata që jetojnë në jetë luksoze dhe teprojnë. Wa ma arsalna min qaryatin wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha. Thot Allah i madhëruar, ne nuk ndodhte që të dërgonim në një popull një pejgamber, një paralemues, vetëm se njerëzit e luksit që jetonin jetë luksoze u thoshin atyre, ne ju mohojmë juve, ne s'ju besojmë juve. Subhanallah. Pra jeta e luksit e bën njeriu që të shkujdeset. Luksi i tepër njeriu e bën të shkujdeset dhe të smuret njëkohësisht. Pse? Sepse kur del edhe, ndoshta edhe ke buka, pra ke furë bukës, apo del edhe ke kafja, me makinë, 2 hapa me makinë, 10 hapa me makinë. Ç'është kjo budallik është kjo? Dhe smur njeriu, sepse duke nejt, duke mësu trupi në butësi, pra në koltuk, rahat, në krevatet të buta dhe në luks, atëherë trupi nëse fillon të eci, fillojnë të dhimbjet e këmbëve, fillojnë dhimbjet e trupit. Pra kjo është e dëmshme. Po ashtu e humb burrin. Sot njerëzit po të plas në një luftë pasha Allahun, do t'i shohësh të gjithë shumica, dhe Allah mos na bëj prej tyre, por nuk po ashtu as veten time, do t'i shohësh të strukur në për vrimat ardhucës, do t'i shohësh të mshefur në për tunele ku radion, që të mbrojnë vetën e tyre. Pse? Sepse janë mësuar në luks, nuk janë mësuar ata të vuajnë. Pra luksi i tepërt, ngrënia e tepërt e humb burrin, e dobëson njeriu. Po pasha Allahun, kurse njerëzit më para hanin pak,
ishin të fuqishëm dhe kur dilnin përballë armikut e thynin armikun. E bonin cop armikun. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam por një sahabit vetin, pra një shok të vetin, kur u tallën disa të tjerë, kur ja pan ato kërcit e këmbëve të holla shumë, thanë ata peshojnë tek Allahu më shumë se një mal, tha. Subhanallah. Pra ata u tallën se ishte shumë i dobët, ama ai kur shkon te lufta Allahut, nuk të Allahut luftë, pra në xhihad që duhet me shku, jo xhihad siç bëjnë thirrje sot. Ne po themi xhihad që është i lishëm sipas rregullave fetare. Subhanallah, ai çante safet, i çante rreshtat e armiqve. Pra njeriu nëse ha shumë apo ka muskuj duke bërë stërvitje sot me këto palestrat, nuk do të thotë se është i fortë apo burror, vallahi. Po ta shohësh zemrën e ka si zemër lepuri, zemër dobët. Pra është i dobët si njeri, është domethënë i lehtë e kështu me radhë. Prandaj o vëllezër, luksi i tepërt, shpërdorimi i tepërt në ushqim, çfarë bën që robi të devijojë nga shumë gjëra që nuk duhet devijoj. Pa luksi i tepërt e shkatron robin, vallahi shkatron pashallah. Pa ne nuk po themi që robi të ri i varfër me roba të grisura e ku ta diun. Jo, ne nuk po themi këtë, po jo mos me tepru. Mos me tepru. Nëse ke nevojë për shembull për blet diçka në shtëpi, që kushton po themi 10.000 lek apo 20.000 lek, nuk është nevojë ta blesh 200.000 lek. Nuk është nevoja, është shpërdorim. Pashallah është shpërdorim. O vëllezër, duke mos i dëgju këto këshillat Allahu te bareke o teala, i sheh shumicën e besimtarëve duke shpërdoruar dhe disa prej tyre i keni nëpër rrjetet sociale që janë edhe modra muslimane gjoja. Po ata vallahi kam shumë dyshim nga ata që nuk janë fare në fe. Wallahi me gjërat që bëjnë, me talën e me fen që bëjnë, ata nuk janë muslimane fare, wallahi. Kur i këshillon tjetri çfarë bën? E merr ajo krenaria. Thot Allahu i madhëruar, kur dikush i thot atij që bën gjunahe, ittaqillah, kur i thuhet atij friksoj Allahut, atë e merr krenaria për brenda dhe nuk e dëgjon fare këshillën. Dhe këto lloj motrash muslimane, të poashtu quajtura, unë nuk i quaj fare motra muslimane, këto janë devijuara nga luksi i tepërt. Nga domethënë nga qefi i tepërt që duhet me bëj jetë luksoze, ata kanë deviju nga rruga e Allahut, duke kërcy, duke pi alkol, duke u zhvesh. Zhveshje quhet ajo, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë tha? Tha ato femra të cilat janë të veshura, të zhveshura, nuk do ta shijojnë erën e xhenetit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse era e xhenetit dëgjohet dhe nuhatet kaq largësi, domethënë largësi shumë të madhe. Për këtë fjalën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për ato femra që ndukje duken të veshura, por ato rroba ja dallojnë çdo pjesë të trupit, çdo linjë të trupit. Për këto femra vallahi luksi i tepërt, po edhe meshkujt, po femrat konkretisht sepse i shohim janë bë virale në rrjetet sociale. Wallahi mos dëgjimi i këshillat të Allahut i ka bërë ata të jenë në këtë grad ku janë. Ta dëgjonte me vëmendje, me frikë respekt ndaj Allahut, fjalën e Allahut, wala tubadhir tabdhira, mos shpërdoro, se të shpërdorues se janë vetë të shejtanëve, atëherë kur nuk do ta bënte atë punë, as mashkulli as femra muslimane. Po në momentin që ajo i neglizhoi ajetet e Allahut, edhe kur e këshillon dikush e neglizhon këshillat, erdhi në këtë pikë ku është sot. Allahu na ruaj ya Rabbil Alamin. Allahu mos ta bëf prej tyre ya Rabbil Alamin, se pasha Allahun ka ardhur një kohë shumë e vështirë pasha Zotit. Kjo është fitnë e madhe vallahi. Kjo është provë e madhe për ne si besimtar. Duhet kemi kujdes o vëllezër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë tha: "Nuk kam frikë për ju varfrin, o ju shokët e mi", tha. Se shokët e pejgamberit në atë kohën e vet jetonin të varfri, vetëm pak kishin me gishta që kishin pasuri të madhe, siç ishte Abu Bekri, Omeri dhe të tjerë, dhe Uthmani radhiyallahu anhu dhe të tjerë. Mirë, shumica nuk kishin pasuri, ishin të dobët, s'kishin pasuri. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha atyre: "Nuk kam frikë për ju varfrin. Këte se kam frikë fare, po kam frikë, tha, se do t'ju hapet dynjaja, e do t'ju vinë pasuria nga çdo anë, edhe ju do të mashtroheni me këtë pasuri që ju dha Allahu, edhe do t'ju shkatroj kjo pasuri ashtu si shkatroj popujt më para." Edhe popujt më para, çfarë shkatroi o vëllezër? Ecek Allahu në Kur'an thot ata njerëzit e luksit që kishin pasuri e mohun pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberët e tjerë. I mohun. Pra këta i shkatroi pasuria. Firaunin çfarë shkatroi? Mania dhe dëshira për pushtet e shkatroi. I tha Musait alayhis salam dhe popullit vet:
unë jam Zoti juaj më i lartë. Dhe Allahu tha, Allahu do të dënoj si në këtë botë edhe në botën tjetër. Edhe shembullin e dha Allahu kur e përmbyti, domethënë Firaunin me popullin e vet në det, dhe ditën e Kiametit Allahu i madhëruar do të dënoj dënim të dëmshëm. Thot Allahu i madhëruar para Kiametit, para se më u bë Kiameti, para se më arsh shkatrimi kësaj bote. Para se më arsh shkatrimi kësaj bote. Thot Allahu i madhëruar dhe populli i Firaunit dhe Firauni bashkë me të do të dënohen në mëngjes dhe në mbrëmje në varrin e tij, në varrin e tyre. Po në botën tjetër dënim të dëmshëm. Çfarë e bëri Karunin? E njëni Karunin, kone Musa a.s. që i dha Allahu pasurit madhe. S'kishte asgjë, por Allahu e pasuroi. Kur i than dietarët e mirë, mos e shpërdoro pasurin, por jepe sadaka në rrugt të Allahut, se të varfrit kanë hak. Ai tha, e kam fitu me durët e mia, siç i dëgjojmë sot në kohë sotme. Subhanallahu, nuk kanë dallim kohë sotme me ato të vjetrit. Njëjtët fjalë, njëjtët fjali përdori, vallahi. Njëjtë shprehi. I ka fitu me durët e mia, me kratë e mia, me këmbët e mia, kështu tha edhe Karuni. Ndërkohë që ato dur, ato kratë i ka dhënë Allahu, me të paralizua Allahu, jo që s'do kesh mundësi me punu, po s'do kesh mundësi me ngrënë bukë me durët e tuja, do të kesh nevojë që të ushqejnë tjerët dhe të shkosh në tualet me të tjerët e do të fliqesh e do të ndjesh siklet. Kështu thoshte Karuni, thoshte. M'ka dhënë Allahu këtë tha. Me durët e mia i kam fitu. E ditën nesër del me pasurinë e vet, me skllëvrit e vet, me skllavet e veta, me çdo gjë që kishte, domethënë në posedim, del para popullit me u krenu. Si çka kam unë? Si sa kam unë? Disa të tjerë e dëshiruan këtë gjë. Sikur të kishim edhe ne si Karuni pasurinë. Mi po ata njerëz të dijes çfarë than, mos e kërkoni këtë, s'është provë kjo. Mos e kërkoni këtë gjë. Mi po Allahu në një moment e shafiti tokën, e gëlltiti Karunin me bashme me pasurinë e vet dhe me skllëvrit e vet dhe me sklavet e veta. Dhe pastaj ata që kërkuan ditën e djeshme, me qenë si Karuni than, elhamdulillah që Allahu s'ia jep pasurinë, domethënë dikujt që e kërkon kështu me ngulm, por ja jep atij që do Allahu, domethënë kujt të doj Allahu ja jep. Jo kë do Allahu, jo kë e do Allahu, nuk po themi se ka dashur Karunin, jo. Kujt të doj domethënë. Do Allahu me adhën Karunit, ja jep Karunit. Do me adhën Firaunit, ja jep Firaunit. Do me adhën një qafiri, ja jep qafirit. Do me adhën një muslimanit, ja jep një muslimanit. Por dhënia e pasurisë nuk dëshmon se ti je i dashur ka Allahu. Kjo do të thotë. Prandaj o vëllezër, popujt më parë i shkatroi kjo pasuri, ky luks, edhe sot po i shkatrojnë edhe muslimanët, jo më qafirat. Qafirat lëri në një anë, sa ata nuk besojnë Allahun. Po muslimanët po i shkatrojnë pasuria e tepërt, lakmia për të pas, vetëm për të pas. Po subhanallah, një qefin pa xhepa do marrësh me vete. Prandaj shpenzon rrugt të Allahut. Merr shembujt e këtyre sahabive të nderuar që shpenzon gjithë pasurinë rrugt të Allahut, ose disa prej tyre gjysmën, ose disa prej tyre çarekun. Merr shembullin e këtyre. Asnjëherë mos shpenzo kot. Asnjëherë mos shpenzo kot. Nëse do me ble diçka tepër që nuk të duhet, po thjesht se është trendi i tillë që e ka ble filani ta blej dhe unë, kujto frikën ndaj Allahut dhe atë pasuri që deshe me e ble diçka, i jepja sadaka dikujt. Kishe ndërmend për shkak me ble makinë të dytë, kot, vetëm për luks. Ato lekë të makinës i jepja dikujt që ka nevojë. Pashallah. Është më mirë për ty më vëlla, se ti e ke një dhe s'të duhet kjo e dyta thjesht për bot tangarrik. Atëherë jepen në rrugt të Allahut se do të fitosh edhe shpërblimin e Allahut, edhe botën tjetër, edhe kënaqësinë e njerëzve. Do thotë elhamdulillah filani jep. Allahu ta shpërbleft. Mjafton që të thotë tjetër Allahu ta shpërbleft që më dhe. Allahu të begatoft, Allahu ta shtof pasurinë e kështu me radhë. Pra vëllezër, ti thrasim mendjes tonë dhe ti lexojmë me vëmendje ajetet e Allahut, pa ajetet e Kur'anit, dhe mos i neglizhojmë, se neglizhenca ndaj ajeteve të Kur'anit dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam na ka sjellë në këtë gjendje ku jemi sot. Allahu na fal, Allahu na përmirësoft, Allahu na udhëzoft në rrugën e drejtë, Allahu na dhën mirësi begati, Allahu na fal gjithë ya rabbil alamin dhe na bashkon në xhenetet e tij. Sallallahu ala nabina Muhammad.